Po i gjithni presim disa do ndryshime, shpresa, çto sa dhe po mendoj që kemi bëj herë more mirë të bëhem bashkë që jemi na populli shembull. Na populli shembull jemi për politikanët tonë që jemi. Na gjithmonë çka ka për shtet. I thirremi shtetit, i bëjmë për shtet, po politikanët dhe që tash nuk na kanë dëshmu këtë farë. Se në tonë kohë një të thirrë për qarje për ato sende, inshallah bëhet mirë. Pa i me u përmirësu situata që ka me prit në haos, po e shihni haosën gjitha anë tash në Prishtinë, kështu që po shpresoj që kushdo që do të zgjedhë t'i adreson këto çështje. Sigurisht do të pas ndryshime, për arsye se ka pas shumë polemika, shumë probleme, duhet me pas ndryshime, patjetër. Ndoshta jo kushtetetmaja, po. Duhet me pas. Ndryshime qërshie nuk është në rëndësi për thoni që i ban, po punë ma shumë. Me shumë qka. Një mirëqenje më të mirë për të gjithë qytetarët e Prishtinës. Në po të që qka më mirë, është puna më mirë të sene se shumë zakë për shkojnë. Po si gjithmonë, pres më bo më mirë me përparu Prishtina. Jo ndryshim shumë të madhë. Vazhdim i punëve, jo të shka, shumë nga dalë për shka. Çdo zgjedhje do të më sjellë ndryshime pas rrisi, që me ndru gjanat mos me vazhdu të njëjta. Të pas dëshime me punu ma mirë pak, se përpara, po si po shkojnë punë të vështirë që të ka në ndryshim diçka. Në qytet e kam fjalën për Prishtinë.